Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për vlerat që karakterizojnë një grua moderne dhe të pandalshme në Kosovë, pikërisht shembullin më të mirë këtu e kam në studio zonjën Arjeta Krasniqe. Përshëndetje. Përshëndetje Adea. Si po ndihesh sot? Mirë, faleminderit. Si është Arjeta pas profesionit, pra Arjeta në një ditë thjesht, jo në profesion, jo në gazetari, jo diçka me habe, është një vajzë e thjesht, e cila ma shumë herët ndoshta me punë të shtëpisë, me gjana familjare, ashtu si se cila vajzë, po besoj. Jam vajza e parë në familje dhe vetmja, kam 2 vllazën më të vogël se vet. Edhe po besoj që ajo përgjithësia më e madhe normalisht që i bjen fëmijëve të parë që i kanë. Si ka fillu rrugtimi jot? Rrugtimi jam ka fillu qysh prej shkollës së mesme. Kam qenë në një kauzë e cila shkolla Ahmet Gashi në atë kohë, gjatë vitit 2019-2020. Ka pas disa problematika të cilat ka ndodhur me komunën, do ishin me largu shkollën prej vendit ku ka qenë, me dërgu në një vend tjetër, sepse komuna kishte planifiku që në atë pjesë të ndërtonte qoftë park, qoftë parking, ose qoftë banesa. Organizun kauza jonë e nxancam në atë kohë dhe nuk e lejum, sepse shkolla ishte e fortë me analizat strukturore, do me thonë të ndërtimit, dhe luftum që shkolla me mbet po në atë vend. E pash që jo veç kauz fjala ish vlerë më e madhe ajo se çka do ishane me e bo. Edhe të e pas për asysh që si gjithmonë që shumë të regojnë prend kam qenë fëmijë shumë i gjallë, fëmijë që kom folë shumë, kom bo gjana që ndoshta fëmijët e tjerë për moshën e tyne jënë konë jo atraktive, ashtu me thonë. Edhe të e pas për asysh që babin e kom pas producent para luftës. Thash pse jo mos me shku në degën e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës dhe me vazhdu ata se çka du on, po edhe faktikisht edhe prindi se çka ka dash me vështim këtë drejtem. Pra babi ty të ka motivu mas shumëte? Po, pikërisht babi ka qenë pik synimi dhe pik fillimi i krejt karrierës tam. Pra mund është me konstatu që të ka realizu kështu në ndër që e këtë janë i Fix, po, absolut. Kjo se çka kom pas qef gjithë si fëmi, me dalë para televizorit, para kamerave, me valzu, me këndu, me folë shumë, me bërtit, veç që është realizu kjo ndër, mirë po enda herët, për me thonë, ato se çka e do. Cilë është një qëllim që me ndonë që e ka arrit deri tash e ke pas kështu se një me një ondër, sepse e dim që kur ti realizojmë, kështu na duke ndoshta mundem edhe me në vlerësu vetëm pak me thonë, okej, e kom rri këto, po çka kom e më rri tani, kështu që cili ka qenë një qëllim që e ka arrit? Përbes Adea, unë gjithmonë jam konë si fëmijë që e kom njoft vetën shumë mirë. Kom ditë çka du, edhe çka kom dasht për jetës. Gjithmonë kom qenë fëmijë ma i organizuar se 2 vllazën tjerë në shtëpi, gjithmonë e kom bo që ato që e kom dasht, edhe në fund ditës e kom arrit. Mirë po problemin që e kisha unë në fillim ka qenë që të tjerët nuk e shihshin që ata. Edhe do isha gjithmonë me synu me arrit, edhe në fund kur e arrita e pash që e këm brenda vetës thjesht veç dojtë shumë punë edhe me e qita të jashta që me e pa dhe të tjerët. Kom pas qef shumë, kështu që shumë me pasë njerëz që kanë gjallëni, mujnë me punu edhe mujnë me arrit shumë njetë. Dikush i thëtë shumë e livret, dikush shumë e gjallë, po për mu çështja kryesore për një njeri, për me ecë për para është me kone gjallë. Unë komunikimin e kom dasht shumë, së dhe asaj dite edhe si fëmijë, edhe si Arjeta në moshën 23 vjetë, komunikimi është qelësi jam. Nuk moj me punu pa komuniku me dikan, me i të regu se qështo është që kjo që po e duhe dhe me kuptuaj se qka unë po du. Në rast se nuk më kuptan, është shumë probleme punu me mu. E po besoj që kjo ka qenë jona pri qëllimi që mi ju të regu të tjerve që po unë jam që kjo, nëse ti s'din mu sil me mu, asë unë s'di mu sil me ty. E po besoj që se cili njeri ka këto principet e veta, këto regullat e veta, ligjet e jetës që se cili përbilojnë për vetë vetën. Cili me ndonë që është një moment i jote, ndoshta që në familje e ke kuptu kështu vetën me të vërtet? Ka shumë, po definitivisht mënyra se qysh
kam pas qef në familje, konstant me bashkëbisedu, me ju ranë sy, me ja marrë vëmendjen. Po besoj se që ajo është mjaftueshëm për mu për me e pasë në funditës ja kom arritë dhe ja ka vlejt. Cilat janë ato vlerat që i kishun cek që e formëson një grua moderne dhe me të vërtet në hap me kohën? Ka shumë adeja, gjithë cilën sot gratë, vajzat e kanë kuptu që vlerat e veta i shtyjnë ato përpara cilat janë. Për mu, çështja parësore, vlerë është shkollimi, është trajnime që i ndjekum na. Qoftë prej shkollës të mesme deri në fakultet, master, doktoratur, e shumë të tjera. Unë për vete, veç edhe 2 certifikata në jetë më kanë vetë me i marrë të shkollimit, edhe po besoj që kam ja dalë dhe kam ja arrit, të tjera pothuajse i kam përfundu të gjitha. E dyta është ajo për mos me hek dorë prej vetës. Kushdo qoftë që jeti, do të me i tregu tjetrit që unë jam kja dhe nuk ndryshoj për kërkan. Qoftë familja jam, qoftë partneri jetës, qoftë fëmija jam. Pse thëm këta është se shoh që shumë grandi të sodit e kam probleme kon vetvetja dhe e kam problem shumë që me vazhdu jetën edhe karierën të ndëgju fjalët e tjerëve. Virtyt tjetër është edhe mendimet, fjalët e njerëzve që pa marrë parasysh se çka ti bën, çysh dukesh, çysh veshësh, çysh rren, çysh han, çysh fol, është problem në shoqërinë tonë. Aq ma pak në Kosovë të e pa që dita e ditës rrjetet sociale po shkojnë të marrë havë edhe kush është më e goditur në këto janë gratë. Unë për vete, para një muaji qështu, nëse zgaboj, po ata një debat, ishte politik kështu, me thënë të drejtën, unë isha filluar si gazetare dhe normalisht që pa anshmëria e gazetarisë është parësore në fund të ditës dhe profesionalizmi e bën atë që ta themi krejtante medaljes, pa marrë parasysh se cila është çmimi në fund ose vlera baraspesha e asaj teme, dhe kur hime i pa komentet, ku e keni marrë këtë, ku e keni gjetë këtë. Do me thonë që fjalët e njerëzve grave po ju bojnë shumë problem në jetën e tyre. Flasim edhe për dhunën, edhe për rrahjet fizike, për dhunën psikologjike që ju bëhet grave vajzave se cilën ditë. Ndoshta edhe dhuna psikologjike nuk është edhe ndoshta shumë persona nuk e konsiderojnë edhe si dhunë, këto është edhe një problematik tjetër. Fakt. Dhuna psikologjike, sidomos në rrjetet sociale, është jashtëzakonisht e përhapur shumë nëpër masa të mëdha dhe është problematik që nuk po merret kërkush me ta. E kam pa që paga shumë gjykata kohës të fundit po i merr se të bazuara në një fardore, mirë po nuk është e mjaftueshme dënimi. Është me pare, 2-3 ditë ndoshta mundet me majtë në burg, pavarësisht se çka është, se kërcënimet po marren parasysh, po jo fjalë që të prekin thellë dhe ndoshta të lëndojnë edhe ndoshta ta hupin reputacionin, ta prishin karrierën e kështu me radhë. Është shumë problem. E kemi këtu edhe shembullin 16 ditë e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. A mundesh më na tregu më shumë për këtë? Po, unë vitin e kaluar kam qenë pjesë e Ministrisë Drejtësisë përmes një praktika në qeveri që ka qenë. Kam pas fatin me qenë në departamentin e komunikimit me një drejtoresh shumë të mirë, cilën e shfrytëzoj rastin edhe me e përshëndet këto. Kam pas fatin me qenë pjesë dhe kësaj fushate. Kanë qenë plot 16 ditë sfidë, pune pallatshme, aktivitete prej më të ndryshmeve me biznese me gra, treja. Por ka pas raste edhe më viteve më herët që bashkë në ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore janë vrarë gra. Dhe natyrisht që kjo për neve ka qenë shumë sfidë e madhe, po edhe ndjenjë e fajt ndoshta që nuk po mundemi me ju ndihmu qatë sa duhet ose qatë shumë sa duhet, për arsye që shohim që dhuna dita e ditës po rritet, gratë nuk po kanë ku me shku, strehimoret janë të stërmbushura. E them kështu sepse faktikisht nuk kanë disa statistika këto me vete se në studio, mirë po shohim që nuk jemi duke bo mjaftueshëm për këtë pjesë. Ndoshta edhe ato 16 ditë nuk janë të mjaftueshme fare, pra gjithmonë
Me konë 365 ditë, pra i tërë vite kundër kësaj. Absolut, pajtohem plotësisht, nuk janë mjaftueshëm, do të më bëj më shumë, por që shohim që situatat politike Çfarë në Kosovë. ndikime ka pas kjo fushat? Ka pas shumë ndikim të mirë. Do me thonë, qytetarët e dinë për fushatën, e ndëgjojnë fushatën, marrin pjesë për aktivitete, shënojnë thënie kundër dhunës, por që prapë se prapë veprimet mbeten negative. Sa do që fjallët janë pozitive, veprimet janë shumë negative dhe po e shohim që rastet veç po shtohen, dita e ditës. Përmendëm edhe rolin e mediave sociale pikërisht në këtë pjesë. Sa mendon që është ndikimi kështu i mediave sociale? Jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht shumë. Për arsye që secili qytetar ka drejt me hap një Facebook, një Instagram, një Snapchat dhe identifikimi përmes rrjeteve sociale është jo i lehtë. Pse e them këta? Normalisht që tash siguria në rrjetet sociale ka avancu, pa një letër njoftim ndoshta është vështirë ose pa një email ose kështu me radhë, po kjo është veç për shkak të moshës. Ndoshta që mos me u fut të miturit. Mirë, po krejt të miturit kanë rrjete sociale. Krejt të miturit përdorin fjalë banale, përdorin fotografi me armë, me thika. Por që kjo nuk e shbën faktin që edhe një babi 2 fëmijëve me të vërsul në komente ti e kështu, ti ashtu, ti bën kështu, ti ke bë kështu. Do dhe janë kështu pak nuk mundesh me kontrollu. Absolut, nuk ka kontroll fare në rrjetet sociale, mirë po, ndoshta një ditë do të bëhet edhe kontrolla përmes rrjeteve sociale, mirë po është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Sa profili fake është. Sa komente fake kanë me të ngacmu ty personalisht, kanë me ta prek familjen. Unë për vete kam pas një rast në fakultet, mora hapin për me bo kauzën për bojkotimin e produkteve serbe. Dhe e kom fillu me një video tepër thjesht. Ka qene harmonizume me faktet e Kosovës, me statistikat, produktet sa janë shqit, sa kanë shku, sa po vinë, sa po hinë. Dhe kur i kom pa komentet, kanë qenë shumica pozitive. Mirë po, çka ke pika kryesore ka që kjo video mbriti në përmasa shumë të mëdhaja, deri edhe në Serbi shkaj, edhe kom pas, dhe me thonë, edhe kërcënime direkte prej serbëve. Tash, këto i shpytja janë serbë të Kosovës apo janë serbë të Serbisë. Ndoshta kanë qenë këto dhe kanë qenë rrezikume. Kjo është jo siguria në rrjetet sociale. Është shumë problem. Pikërisht edhe në fushën e gazetarisë është kjo jo siguri se gjithmonë jemi persona publik që e transmetojmë pra realitetin se çka po ndodh dhe gjendem në kësaj situatash. A fillon me rrugtimin të gazetari, ndoshta si ka qenë fillimi jot? Rrugtimi jam gazetari ka fillu si korrespondente nga Kosova për luginën e Prishevës. Ka qenë një rrugtim sa fantastik, po aq i vështirë. Kam qenë në vitin e 3 të fakultetit. Ishte era e parë që po punoj në fushën tem, ku unë kisha studiu tash këto 3 vjet. Isha, do me thonë, në periudhën e diplomimit. Edhe fatkeqësisht ishte rasti Banjskës, ku edhe u vra policia afrëm Bunjako. Nuk kam mujt me shku me përcjell prej afër, do me thonë situatën edhe me raportu prej vendit ngjarjes, mirë po kam qenë të raportu prej zyrës online nga Kosova për luginën e Prishevës. Edhe sa do e vështirë ka qenë një titull me vendosë në lajm, sepse të e pas parasysh që shqiptarë që i kemi andej, janë shumë ma të ndishëm për vendin e vetë. Kanë shumë ma shumë heka që janë andej, që e majnë mendjen, syrin edhe zemrën tek ne, edhe nuk e di, ajo ditë u konë shumë e ndishme për mu, se të e pas parasysh non-stop se çka po shkruj, që shpo e raportoj, ishte mandej edhe problemi është sënë terrorist, apo jo. Kryeministri jo më thejke që po, ambasada amerikane thejke që po dhe jo, masnej kjo kontradikta e deklaratave dhe e bën qytetarin me hamendsu se çka ka ndodhë.
Dhe mandej qytetarët nuk është që e kuptojnë shumë mirë çështjen e rolit gazetarit. Paradite me thonë... pra kemi një barkë gjatë madhe, përmendëm edhe çështjen e titullit, nuk e di ndoshta se ai titull ka pas shumë impakt. Impakt, po. Unë nuk e di, do me thonë një qytetar ende nuk mundet me dallu çka është një lajm fake dhe çka është një lajm i vërtet. Ende nuk din me dallu të bardhën nga e zeza në gazetari. Edhe normalisht që është shumë problem, andej ti si gazetare me ule dhe mja shpjegu një qytetarit. Edukimi medial në Kosovë është shumë i nevojshëm, edhe është me urgjencë kombëtare, mendoj unë. Për arsye që nëse një qytetar i beson çfarë do lajmet, atëherë lajmi i vërtet nuk ka me u besu fare. Rasti Banjska ka qenë rast ideal për me kuptu një herë e mirë që dezinformime, propaganda, lajmet fake, mujnë me u përhap në çështje sekondash, po jo nga gazetarët, nga eksportalit që na nuk e dina as kush është pas tyre, as kush i financon, as ku e kanë bazën, as ku i kanë zyret. Do me thonë që kjo është problemi maj madh i gazetarisë sot. Po të e pas parasysh edhe problemin tjetër që jo gjithë gazetarët kanë përfundu shkollën e gazetarisë. Jo gjithë gazetarët munden mu qujtë gazetarë, si pas mendimit tem. Ndoshta edhe për këtë deklarat dhe gjykohem, mirë po është mendimi e personal, sepse nëse ti nuk përfundon të paktën fakultetin e gazetarisë, nuk mundesh me e ditë cilat janë parimet kryesore dhe thelbësore të një gazetarit. Ti mundesh me marrë zanatën e gazetarisë. Këtë nuk e mohon askush, sepse puna mësohet në funditës. Mirë po, si pas mendimit tam, fakulteti i gazetarisë është primar për se cilin gazetar që synon në të ardhmen. Është shumë bazik edhe jetik një shkollim i tillë që nesër mas nesër mos me pas padislep, mos me pas konflikte që kanë me qytetarët, mos me pas konflikt ndoshta edhe me prorin tënd, por që në Kosovë ka ndryshu gjanat edhe gazetaria dita e ditës, si pas mendimit tam, po shkon veç të ushu, veç për klikime, veç për show, gazetaria u lumtu se po thuaj se në zhdukje e sipër, sepse kërkush nuk po mundet me pritë sot një hulumtim 6 muaj deri në një vit. Për qytetarin është i madh edhe për gazetarin që punon, mirë po për të mirën publike është shumë e madhe në funditës. Kështu është problem gazetaria. Këto kemi edhe rolin të mediave sociale, inteligjencës artificiale. Absolut. Kjo ka bo ndryshimin Po, inteligjenca artificiale ka bo ndryshimin shumë të madh. Sepse për një shkrim, një artikull, nëse të ka marrë kohë ty 2 dhe 3 ditë, hajde maksimumi një javë, sot ti merr 2-3 minuta kohë. Mirë po, kjo vrejhat, shkrimi artificial vrejhat. Jo se cila fjale ChatGPT-s është në përputhje me atë të gazetarisë. Na në gazetari e dim shumë mirë që sa ma i thjesht lajme, aq ma i kuptu shumë për publikun. Pikërisht kjo pjesa të fakulteti, mua dhe më kujtohet prej vitit parë, edhe profesorat janë mundu, ndoshta me na fut kështu në kokë këtë pjesën që do të me mendu si gazetar, sepse me të vërtetë kam vrejtë edhe tek vetja të ndryshon si person, sepse ti kërkon informacionet kryesore ndoshta në një bisedë kështu shumë të thjesht, ku është pse çdo send, pra edhe ajo është mënyra e komunikimit që na bën të mundur që na me komuniku me gjithë popullatën në mënyrën më të mirë. Absolut. Kurse këto ChatGPT-ja nuk e bën. Ai veç të s'po dish me thonë, ka terma profesional, ka terma akademik, mirë po ti në funditës nuk e kupton. Si qytetar nuk e kupton. Kemi pas shumë tekste, ndoshta kohës të fundit, çështja e ekonomisë po lexohet pak më shumë për arsyet rrymës energjisë elektrike. Mirë po qytetarët s'është që po e kuptojnë bashkë mirë. Nuk janë gjithë ekonomista, as juridika, nuk janë gjithë. Kështu që është pak problem që të dy fusha një gazetar me zbërthy që ato se ti çka po e dënë me e qitë në pa. Ndoshta kjo edhe komplikohet më shumë duke mundu me gjetë çto rrugë më të lehta, më të shpejta. Absolut. Komplikohet shumë edhe në fund veç e deformon. Asgjë tjetër s'bën. Prandaj çështja e inteligjencës artificiale shumica kanë thonë që po i zëvendëson gazetar, mirë po jo.
dora e një gazetarit, mendja e një gazetarit, asnjëherë nuk do të zëvendësohet. A mendon që ke ndryshu kështu kur ke filluar, ndoshta prej vitit parë të fakultetit? Shumë. Kam qenë ma impulsive, ashtu me thonë që se cilin detaj do isha me bo perfekt 100%. Po ma ndaj me kohën e kuptova që jo çdo gjë ka vlerë, që cekëm edhe ma herët. Jo nështë çdo njeri menon që do të më jep vlerë, fjalëve ti, veprimeve ti, po sa i përket çështjes gazetarisë, po, absolut çdo gjë ka vlerë, ndoshta edhe një gjë që dikujt si duket me vlerë, mundet me pas vlerë për publikun. Por në jetën e përditshme, jo çdo gjë ka vlerë. Varet se cilat janë prioritetet tua, principet tua, ligjet. Varet. Se ke boti këto të mundur, ndoshta me gjetë me gjetë lajmen e sakt që të dënë me publiku, titullin e sakt? Përveç adeja, unë jam një njeri që si të shoh diçka, me njëherë ashtu ma thret mendja dhe thot po që kjo bën. Asnjëherë s'kom dështu deset. Dështa është çështja intuitës. Po, nështë është çështja intuitës, mendoj unë më shumë. Se i përket titullit varet se për cilin personazh, unë më shumë jam ka çështja dhe ana politikës normalisht, më ka ra me pas punë me kryeministra të ndryshëm, me ministre, deputete. Tashtim varet se qysh don me tërheq syrin e publikut edhe ku don ti me e qit thelbin e çasaj situate ose çasaj çështje. Se ndoshta edhe politika është një fushë më e vështirë e gazetarisë. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë kur ti e merr në prononcim një deputet, ja bën 2-3 pyetje dhe në fund thot më fal, heke krejt se s'po du. Edhe nuk mundesh me ja mohu një gjatë tillë se është e drejtë e vetja që ti nuk don, edhe ndoshta s'ju ka përshtat, s'ka dasht, po tash varet edhe çfarë lloj gazetari je. Sa je i aftë dhe i shkathët me e marrë që ata që ti po e dan. Sa je inteligent me e kuptu që ku po e qet aj, sepse me pas punë me politikanë është shumë vështirë. Ndoshta ti 2-3 herë pyet pyetjen e njëjtë, po 2-3 përgjigje i merr të ndryshme. Është rasti i Thaqit, ku thot që ti më veç çka du, shumë përgjigj na qysh du. Kështu që pikërisht ndoshta edhe ata e kanë ushtrojnë këtë pjesën sikur na qysh me nxjerr fjalët edhe ata me. Absolut që ushtrojnë, sepse secili personazh politik e ka një PR të vetin që e mban, është dikush që asiston, është një farë protokolli, që secili do të me i shku për shtati, me ju përmbajt qasaj. Na do me thonë, janë thonjë za disa ligje cilat që ti vetë se duesh me ju përmbajt për me qenë dështa korrekt, mënyrën se qysh veshësh, mënyrën se qysh fol, mënyrën se qysh mendon, artikulimi e këto. Por, në këtë rast, është shumë problematik nëse një person nuk është aq i artikulueshëm se sa ti mendon. Edhe ti punon shumë me të, po prapë në fund ditës ai ka më u kthy vetvetja që ka qenë. Politikanët tonë dashur e kanë këtë, secili janë të artikuluar me nëjone, secili tap shtjellën, munohen me të thonë diçka tjetër, po tani ti kur i prek bashkë qatë pikë të përgjigjet. Tani kjo është e keqja, nuk ta jap përgjigjen. Thjesht ik, po ju mos ek. Hajde, përballo, përgjigjo. Kaq. Por lufta këto mandatet qeverisë, nga kjo deri të disa para kësajna, ka qenë shumë e keqe me media, me gazetar. Shohim që secilin herë gazetar që shtyhen prej mbrojtjes stafër të secilit kryeministër, jo të veç njonit, po të secilit. Na e kuptojmë që ata kanë punën e tyre, po në fund ditës edhe na e kemi punë, sepse llogaridhënia nga politikant është bazike dhe jetike për qytetarët. Nëse ata nuk ftojnë konferenca, ku do të me të marrën e ty në prononcim? Atëherë ku do që të takoj, është përgjigja. Ndoshta jo në homazh ose në varrime, sepse s'ka kuptim. Mirë po në rast që ty nuk ta mundson kryeministri në një konferencë, një pyetje të paktën, me abo dhe me ta kthy një përgjigje, atëherë unë si gazetare jam e detyruar, jo për vetveten, por për qytetaren që përcjell dhe është
i aftë me kuptu se çka është situata dhe çka ti po pretendon me marrë prej personit në fjalë. Mediat janë pushteti 4, këta krejt e dim. Jena pushtet që në fund të ditës, secili prej neve, lodheme të punu, lodheme duke u angazhu, dhe çka kemi bo, kemi marrë ofendime në fund, të shajtme, ndoshta rrëzim të pajisjeve, prishje thyrje tyre, ndoshta ndonjëherë edhe të ka gabe edhe dora prej mikrofonit për me u largu prej situatës, po mos harrojna që edhe në Mitrovicën e Veriut, çka ndodhe, u rrahën gazetarët, u dëgjën makina. Është shumë profesion i vështirë për ata që nuk e kuptojnë, për ata që nuk e kanë studiu, për ata që nuk e dojnë. Është shumë e vështirë. Po për neve që e dojmë, për neve që punojmë, për neve që e kemi një farë simpatie brenda, ndoshta dhe gjithmonë e kemi pas, kështu është shumë mbrendi. ndryshe, po, one tash edhe kohës fundit të bisedu me babin, i thash, qysh bre bab, thash, ti producent, thash unë e gazetare, thash unë prej teje pas ta marë. Se është pak edhe gjenetike kjo pjesa. Pak është edhe prej nga vjen, prej familjes, ku i ki rajt. Kjo është krejt ajo që në funditës jeti ajo që e ke ndërtu vetën. Doja të fokusohem, cila është formula jote për mi u qas figurave politike? Adeja tash po du me dalë nështë pak krejt në një sferë tjetër. Neve në fakultetin e gazetarisë ndështë po na bjen me përmend shumë herë, mirë po Është esencial. është esencial. Na kanë mësu që rregulla i parë dhe kryesore është sjellja. Që ti sjellesh me personin përballë. Në rast se ti shkon edhe me agresivitet, kryeministër, veç duhesh me malloni përgjigje, kryeministër pse po ik, normal që ai ka mundi nështë ai vrajsh ndaj teje. Unë për vete, në rastin e Banjskës, kam qenë vetmja gazetare në teren tek kryeministria dhe tek Kuvendi, misa kom pa në ato orë, ka qenë pas dite, kom pa kryeministrin ka dalë me nxitim prej zyres, i kom thonë, kryeministër përshëndetje, a ka mundësi të lutem veç një pyetje. Ka thonë përshëndetje, shpesoj që s'je lodh, edhe ti pikë spare, e kom shumë nxitim, po m'duhet me shku të lutem a bën tjetër herë. Me mirë kuptim, kom thonë po, faleminderit, mundesh me vazhdu. Nuk mundesh të me shku mënyrë agresive me kërku përgjigje, sepse është edhe jo profesionale në funditës. Ma pasaj, kom vazhdu me Kuvendin, ku e kom pas rastin me taku krye kuvendarin Glau Kunjufcën, e kom pyet, kryetar, lutem, a mundem veç një pyetje për rastin e Banjskës? Ka thonë po, është ndalë. 2-3 pyetje dhe ka vazhdu me rastin që ka pas me shku, sepse nuk e di ku ka pas agendën. Dhe kjo është e para, sjellja. Pastaj është veshja, se qysh veshësh. Nuk mundesh të me shku në Kuvendin e Republikës Kosovës me u vesh ndoshta s'po di, se edhe ndoshta edhe po gjykoj, po të paktën një sako duhesh ta kesh me vete. Nëse jo këmish, jo pantolla zyrtar, do duhet një sako zyrtare ta kesh me vete edhe ta vesh, me vesh. Që është problemi i dytë, që shumica e gazetarëve veshën ndoshta jo zyrtar. Po dhe kjo mundet me ndiku që me pas një... Absolut që ndika, normalisht, se kur e shani gazetare komplet thjesht edhe nuk, tash pa e qasën vetin, nështë viteve që vjen, muj me pas në një pozitë shtetërore, nuk më hidhet me jap një deklarat tillë. Jo, zdo. Adhe nështë çështje personale edhe jam fund ditës, mirë po flasë edhe prej aspektit të përvojës profesionale. E treta, krejt më varet në çfarë ambienti është. Qysh është vendi, është edhe Kuvendi. Qysh është Kuvendi, është edhe vendi. Jo për një shkak ose për një arsye e kam përdor këtë fjalë popullore të vjetrit, e cila përdoret edhe sot. Kudo që të është një personazh publik, përshtate me pyetjen që i ka hije vendit. Kaq. Është shumë rregull ti me shku edhe me insistu non stop. Shumë rregull, baje,
po kur s'keme marrë përgjigjen. Në asë një rast, në asë një aspekt, një kryeministër i vendit, nëse shkon në vorrezat e jasharve, dhe ti shkon atje, e pyet kryeministër ekonomia e vendit dhe jenë varreza, më fal. Nuk është etike, nuk është profesionale. Unë e kuptoj këtë etjen për klikime, e kuptoj këtë etjen unë e mora i pare. Po, si pas meje, për me shku gazetaria mirë edhe mbarë, duhet me vdek këto dyja. Okej, nëse e ki fatin me marë të paren, mara, vazhdon zyre, montoje, edhe në fund publikoje, po publikoje qashtu qysh është. Publikoje qashtu që të thelbi në një pikë ku ti mendon që është të rëndësishme për qytetaren, jo për kryeministrin. Kryeministri sot thot diçka tjetër, nesër thot diçka tjetër, pas ditë thot diçka tjetër. Ai është politikan. Politika është çështë konvenon. Pik, s'ka tjetër mendsi këto. Na jemi syri, veshje dhe goja e qytetarit. Çka ai s'mundet me pyet, çka ai nuk sheh, çka ai nuk ndëgjon, e bojna na. Edhe pavarësisht e pas parasysh se ndoshta kushtet të gazetarëve më shihen që janë, nuk janë më të mirat në botë. Mirë po, qëndrojmë me raportim profesional më të mirë në rajon. Kjo është ajo që ndoshta kemi edhe një liri të shprehjes më shumë. Shumë, definitivisht po. Është pak sa të pruve, sepse jo gjithçka që na vjen në mendje duhet me thonë. Ndoshta jo gjithçka duhemi me fol pa fakte. Na e dim që roli parësor i gazetarisë janë faktet. Kur ti ki fakte, faktet flasin vetë. Ti thjesht kemi zbërthy, kemi thjeshtu dhe kemi publiku. Kaq, mjafton. Kjo është liria e shprehjes në Kosovë që është pak sa e teprume në disa raste, jo në krejt, këtë në varet që shtë përdorë. Desha të fokusohem tek pjesa emocionale, sa është e vështirë, ndoshta mos më përfshin kësi raste, sepse përmendëm puna jote e parë, ka qenë për raportimin e rastit Banjskës, është kështu goxha direkt, do me thonë, diçka shumë vështirë për me raportu. Ka qenë shumë direkte, shumë e ndihshme, shumë emocionale, të e pas parasysh që polici i Republikës Kosovës është vra, nuk e kam njoft personalisht, mu ka dhimt, normal, që na u ka dhimt krejve, po në fund ditës çështja kombëtare ka qenë e rrezikuar, siguria jonë e Kosovës, kufijt e Kosovës kanë qenë të rrezikuar për një grupi të armatosur terrorist. Kushdo në botë le dalë të thotë që ai nuk ka qenë terrorist, për mu ka me qenë gjithë jetën terrorist. Ka shkel kufijt e mi, ka vra policin, që ka qenë shërbim qytetarëve, për mu është sulm i organizuar dhe terrorist. Te pjesa emocionale dhe pjesa sa i përket sa je ndihshëm, unë për vetë jam shumë person i ndihshëm. Nuk e di, ndoshta nuk dukem kështu, po jam goxha person i ndihshëm. Ndoshta kjo është një veti që edhe pse si gazetar nuk duhet të përshojmë kështu emocione. Emocion, po. Do të me kuptu. Pikërisht empatia është një veti që do të me theksu shumë edhe me zhvillu ne si gazetar, që me raportu mënyrën më të mirë të mundshme dhe kuptu dhimbtën për shembull e kemi rastin e policit, është vdekje, është diçka shumë e rëndë edhe për një me të vërtetë, na edhe mu mërzit, e kemi pak problem, do të me largu ato. Gjithsesi. Kolegët e mi që kanë qenë duke raportu për rastin, tregojnë se sa e zëmt ka qenë ajo ditë për ta. Sa e zëmt ka qenë, sa e vështirë, sa kushtet atmosferike nuk kanë qenë të mira, ka qenë ftoftë. Edhe kjo raportimi prej ftohtet, ka njerë dhe fjallë nuk dalim prej ftohtet. Absolut, se ka qenë ftoftë, nëse zgaboj ka qenë tura dhe shi në ditë, edhe tension, nuk e dike se kush çka ka ndodhë, çka po bëhet, çka ka më bu në vazhdim. Ndoshta që të polemika se çka po ndodhë dhe çka ka me ndodhë, për neve si gazetar në alen, që shme thonë me një farë tempoje që është pak e rrezikshme edhe për neve. Të e pas parasysh që në atë pjesë kalon veç këfore, nuk ka pas FSK-ja të drejtë me kalu. E dim që kanë tregu që këfori nuk është që i ka mbrojt shumë qytetarët. Në atë pjesën sa kanë qenë aty, duke konfrontu me ushtrinë, sepse aty theksojmë që kanë betur edhe ushtari plagosur,
nga këfori, gazetarët kanë qenë në kordonin një duhur, gjë që e kam pësu edhe ata. Do më thonë, gjithë shka ka qenë si pasoje ndjeshmërisë në atë moment kur ka ndodhë, sepse kur turma dhe ushtria vazhdojnë të përplasën me njëra tjetrën, ti si sy i tre që je në kordonin e sigurisë, ti nuk e din se çka është ka ndodhë dhe nën stop te e ki ndështë ka merë mikrofonin dorë të mundu me marë pamje, me nëzon pamje, me marë diçka prej situatës që ka ndodhë. Edhe në atë rase se dikush kish fillu me qajt prej gazetarëve që atë, s'po di. Do me thonë edhe që kjo pjesa e empatisë, nështë na ka rritë shumë si gazetarë edhe nuk na lojnë shumë me u but ndishëm, nështë me qajt normal. Ka shumë situata, për shembull, ka shumë emisione që i marrin pyetje të dhunumet seksualisht nga lufta. Ajo është shumë problem që ti me mujt me flejt natën. Nështë edhe me bo intervistë, ndëshmërin shumë e pregaditun edhe është krejt një mënyrë tjetër e intervistimet. Absolut, komplet tjetër është, edhe po e marrë vetën shembull, kur bona videon për bojkotimin e produkteve serbe, kom fillu me i këqyrë se mu dashin disa pamje të fotografive dhe të videoingjizimeve, edhe deri në 3 natës kom bejtë i këqyrë, jënë kom pamje shokuse, pamje të tmerrshme. Edhe nuk më isha me zjedhë cilën me qitë se cila ma e keqe se tjetra. Kom vazhdu me 2-3 fotografi cilat janë pak simbolike prej refugjatëve, prej kolonave. Aty i kom marrë disa foto edhe besëm zot që nuk jam këthjel një javë. Nuk më isha me perceptu qysh mundet me ndodhë një masakër e tillë. E para, e dyta, e theksoj vrasjen e kësaj shtatzanës në oborrin e Çokovkës nga burri i saj. Unë e kom dëgju lajmin përmes medjave, kom qenë shpeja ditë, po jom shoku 3 ditë s'kom ujtë marrë më vete. Ndështë pak edhe gazetaria të ndëgju gjithçka, të pa gjithçka, duke o merë me gjithçka, duke e pa se cilin person, ndështë përballë dhe nështë nuk e din as kush është. Na krijon edhe në ndjeshmëri të mëdha emocionale. Se duke u rujt non stop mos me i tregu këto ndjenja, duke i sforcu brenda vetës, në fund ditës, i sforcon hala ma shumë dhe të krijohen hala ma shumë. Do shta nëse i mbojmë brenda këto ndjenja, mundojmë me shpërthy dikon, pra po, absolut. Duhet me gjetë një mënyrë që me vetëm, pra u mirë me pas një kujdes të madh për vetëm, sidomos pas këtyre situatave nëse raportojnë persone shumë ndihshme. Në këtë rast gazetarët unë shumë kisha dashur dhe shumë kisha pas qef që gazetarët tonë, krejt komplet kolegë që jemi në Kosovë, me u vizitu të psikologo. Nuk është mare, nuk është keq, është në të mirën e shëndetit tonë mendor, pse se na shohim gjithçka, përjetojmë gjithçka, ndëgjojmë lloj-lloj rrëfimesh, shohim lloj-lloj fotografish të masakrave, kushdo që ka punë me to, vrasje çdo ditë pothuajse në Kosovë, u vra një gru, u vra një tjetër, u vra një djalë i ri, vdiq ky, vdiq ai, sidomos vdekjet tragjike në për aksidente. Na gazetarët jemi në secilin gëzim, në secilin hidhërim. Edhe kujdesi për vetën është minimal. Është shumë minimal se na e harrojmë vetë vetën në këtë rast. Veç me dalë mirë, që ajo storje, me dalë sakt që ajo që na e kemi pa, e kemi transmitu edhe e kemi raportu, edhe në fund shkojmë në shtëpi edhe kemi krejtat ngarkesën emocionale, krejtat ngarkesën psiqike, ndoshta normalisht që kemi edhe gajle të tjera, nuk është veç puna. Ka gajle familjare, shkollimi. Sa është e vështirë pikërisht me balancu punën si gazetare edhe jetën private, sepse këto dy janë, kemi një orar pa orar, pra gjithmonë jemi nga dëshmëri për publikun, për qytetarët. Sa është e vështirë me balancu me pas edhe me kriju një jetë? Është shumë e vështirë adeja se tash edhe momentin që ti je gazetar je një farë personi publik.
Ti ndoshta del me familja me pi një kafe, po krejt thojnë, që kjo atë kujto që ka thonë, e mon men. Ndoshta bosh edhe me për një eks fjale që ti jenën ethet e kamerës, jenën ethet e studios, ndoshta, ose ki ndonjë stres, ndonjë siklet që jo gjithmonë gjuha dhe truri e përpunojnë ato që është ma e mira. Jo gjithçka që mendojmë edhe e thojmë. Ndoshta e thojmë edhe të kundërtën. Gjë që mundet me bo dëm në atë rast, po mundet edhe mos me bo dëm. Ndoshta nuk e ndëgjojnë, ndoshta ku e dion. Është shumë e vështirë. Na e kemi pa edhe gazetari Valon Sylla, që është rrarë nga mërgjimtarët për deklaratën Gërnaqat. Ai prap e përmend. Ai prap nuk ndalet. Është mendimi vetë, është liria e shprehjes që përmendëm në fillim. Ndoshta edhe fjalët e gazetarëve kështu vesin kështu shenjë më shumë, më gjatë, sepse presim për shembull prej personave të ndryshëm, pra prej një qytetari thjesht, ndoshta nëse e shohim një mim, ajo kalon, ndoshta një javë, dy, edhe nuk mbohet mend, po prej një gazetarit, ja dëgjon emrin dhe gjithmonë kjo të kujtohet ai far gafe për shembull. Është shumë interesant ideja që etiketohesh si gazetare me njëherë. Kjo e boni, kjo e tha dhe mo ditën e mirë. Nuk i intereson mo deklarata jote mas neve, që te e ke bo dhe te e ke thonë. Edhe në Kosovë ka shumë gazetarë që mohen mend letë, pavarësisht punës që e bojnë. Merren me një fush caktume edhe normalisht që ata më kanë me njoft krejt fusha e që ati rrethet që punojnë që atë. Është shumë e vështirë, shumë e vështirë. Sa mendon për shembull se përmendëm gazetarët, ndoshta dikush nuk e përfundon fakultetin, por edhe gazetaria po ndryshon, pra çdo ditë më shumë. A mendon se qytetarët po konfuzohen pak kush është gazetar e kush jo prej ndoshta mediave sociale që kemi dikë që ka një fan media sociale e shpreh mendimin e tij ose të saj për një temë të caktuar dhe dikush mendon që ai është gazetar. Është shumë problematika se unë e ceka dhe ma herët. Çështja e fakultetit gazetarisë, krejt thojnë s'ka të bëj me gazetari, kjo kur gjo, ai fakultet do të më mbyll, gazetaria është zonat, kam dëgju lloj-lloj deklarate. Ndoshta ka radhë interesimi ka pak. Ka radhë interesimi normal se tash çështja gazetarëve jo profesional, po i quaj ma mirë kështu me terma. Dhe gazetarëve profesional dallojnë si nata me ditën. Ndoshta shkaku dhe haku i tyre që po e bojnë krejt këtë leverdin media, po na bie mbi supën neve gazetarëve profesional që ndoshta na ato gjana kurrë në jetë nuk kemi me i bo. Kurrë, hiç kurrë. Edhe çështja e dytë është çështja e musafirëve të ftuar nëpër studio. Sa debatet politike kanë pas musafir konstant në secilin debat dal fol njeri njëjtë për krejt temat në Kosovë. Po nuk mundesh. Nuk je specialist bre. Nuk mundesh me fol për secilin temë. Apo ndoshta në këtë rast e bën edhe të veten edhe emri, fama. Mediat në Kosovë po dojnë famë. Njerëz me famë, moderatore me famë, moderatore bukuroshe, moderatore të cilat ndoshta kur njëtë se ka mendu që ka me konë moderatore, ose në fushën e gazetarisë. Mirë po bukuria, fama ja ka qelë këto dyre dhe pse jo? Pse mos me e provu? Po, në këtë rast, unë e mendoj që faja dhe përgjithësia mbetet tek eprort e televizioneve. Çfarë mesazhi do t'jepje për gratë gazetare, të cilët ndoshta tash kanë filluar rrugtimin e tyre? Mos u dëshpëroni kurrë, hiç në asnjë rast. Mos i ndëgjoni fjalët e kërkujt, bëjoni zojat e vetës, ndëgjoni veten thellësi, edhe asnjëherë mos jepni shans ose mundësi dikujt me ju për ulë dhe me ju nënçmu. Aq më pak me ju ofendo. S'ka shansa. Ka për marrë edhe unë si këshill, kështu. Arjeta, faleminderit shumë që ishe sot në studio. Faleminderit ty Adeja, ishte kënaqësi. Dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.